Rogozhin ka përfunduar plotësisht duke u hapur sot për trafikun edhe mbi kalimin në Flepa. Në një ceremoni të thjeshtë, kryeministri Meta ka inauguruar rrugën e re, pjesë kjo shumë e rëndësishme e korridorit 8. Faza e parë e korridorit 8 tashmë po ecën me shpejtësi. Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, në një postim të bërë në Facebook ka sjellë në rikujtesë projektin madhështor të korridorit 8, duke cilësuar si një ndër sfidat më të mëdha të mandatit të tij si kryeministër. Ai vënë dukje se ndërtimin segmenteve kyçe të këtij korridori u realizua me shpejtësi dhe përballë vështirësive të mëdha ekonomike, ndërsa krahasoi kostet e tyre me çmimet që sipas tij janë plaçkitëse nën qeverisjen aktuale. Ndër të tjera i u shpreh. Do ditë pritet të fundojë edhe tenderi ndërkombëtar për segmentin nga Elbasani në Librazh. Pra në këtë mënyrë, ky korridor po bëhet një realitet gjithmonë më i prekshëm. Faza e parë e korridorit të 8 ishte një sfidë madhore për vendin dhe kujtoi si me shpejtësi, por funduan dhe inauguruan si kryeministër segmente rrugore të njëpasnjërshme dhe ka përcyer dhe me vështirësi financiare tepër të mëdha. Segmente si Durrës-Rogozhin, Rogozhin-Elbasan, Elbasan-Librazh, Librazh-Qaftan ishin disa nga këto segmente që lidhin portin e Durrësit me Maqedoninë. Për gjitha këto vepra u realizua me çmime 10 deri në 15 herë më të ulta se sa çmimet plaçkitëse të narko-qeverisë së sotme. Gjithmonë vështirësive të mëdha ju kam qëndruar përballë dhe i kam kapërcyer. Pas fitores së 11 majit, do të rikthemi infrastrukturën madhore që meritojnë shqiptarët, e po ashtu eksperjenca shumë e suksesshme dhe vendoshmëria nuk na mungojnë për ta bërë këtë.